Kush jeni ju? Ha? Ju pafshim. Kush jeni ju? Ju pafshim. Kush jam unë? Ju pafshim. Kush jeni ju? Kush jeni ju? Qka që për të qeshur? Nuk me sikoni si jam shëndruar sot? Mund të fluturoj. Qikuvava. Jam i fuqishëm co. Jo, nuk zbritet kështu. I kam thënë 3 herë vetes që nuk mund të zbresësh ashtu. Je i fuqishëm sot. Asnjëri mos flasë, se jam i fuqishëm sot. Jam i... Edhe unë e kam atë kostumin. Kë kostum ke ti? Atë se ke vesur ti. Ku të kostum atë kë? Po, Si ka emrin? Batmani. Batmani? Jo. Po lërta them una. Kush është? Batmani. Batmani! Që ka për mua Batmani që u dhrash ka shkallë. Herda këtu, rrut zoba. Dole atje. Që ka për mua? Bëjni pak shu. Dua ta heq. Që dua Batmanin unë? Da me kostumin tim, me krafato. Ja, kam të, portokallin. Ma ka lërë mami, ma ka bërë pasta, ma ka kurosur. Dini të kurosur të tjani, pastroni ju? Ja. Emi, punë e madhe. Qita ti ka lërë dhe pantallonat. I ka lërë pantallonat, ka lërë qorapet, Po, ti ka lërë dhe kapuca. dhe kapuca. Shive sa herë të mirë vinë. Edhe kështu. Dirje. Batman, fluturo, se mosu, hajde më këtu. Jo, ty nuk më të qëndroj. Kush jeni? Okej. Hele Maja, do bëjmë pak në nxemje, qoni pak në këmë, bajni duart për para, bravo, ashtu si sheni, bajni duart kështu, bravo, ashtu, tani, a bëjmë pak. E me kokën? O mërë ti! E me kokën shu! Yeah, biba, wow, tani, huloni në pëvënde. Shikon, jo vetëm Batmani u gjua nga shkallë. Jam unë po me lojë. O, më fave! Jeni gati për një lojë? Bravo, ju pijet ujë? Ja! Do pijem ujë sigurisht, do kërnaqemi. Yeah, biba! Ka me qeshëm në vra! Kam vendosur këtu 2. Se dhe këto fjokën do t'i presin. Kam vendosur 2 byrek. Më falni, 2 pjata. 2 pjata dhe... Dhe byrek dhe mish me patate. Si dikë fundjave që është, në atë bukë shumë shishë. Am gjërat fantastike. Tani, loja është kjo. Jo, shpjegoj pak. Inshallah të rëzojnë prapë në shkallat. Ti do bësh qajna? Ne do mbushim të dyja pjatat. Me pak me ujë njërën, pak me ujë tjetër. Ne do marrim nga 2 personazhe. 2 fëmijë. Kush do ta pi i pari, do ulet, pastaj do vi shoku tjetër. Dhe kush nga grupet do ta pi të gjithë ujin që do jetë në pjata, ai është grupi fitues. E kuptuat? Po, ta vendemi në grupit? Vendosini një emër grupit ju. Vendosini edhe ju një emër grupit. Vetëm bisedoni me të gjithë. Edhe ju mendoni një emër. Aha.
Ç'e menduat? Më thuaj? Jo. Se ti e ke vendosur gjithmonë. Festa e të mëmbaceve. Festa të mëmbacëm, që keni habu ju agjensi për festa kështu për ditëlindje? Unë e shpjegova. Unë e shpjegova festën e të mëmbaceve se unë e thash. Te mirë, bravo, ç'a do tash ti ne? Unë Ne i gotë me ujë. Ne Jem. grupi bukurosëve. Ç'a është kjo emër grupi këtu? Grupi bukurosë. A do me di dhe mu ke grupi bukurosë? Ha? Mirë, kabro. Tani gati. Okej? Hadi ju të dyja me mua. Tresi dhe... Delicia. Këtu, si unë këte. Te, ullën në gjunjë. Bravo, duart mrapa. Duart mrapa. Ju mbush pak ujë. Ju ta pini të gjithën, ha? Duart mrapa, Delicia. Bravo, okej. Jeshim këta, dosim tu. Gati, 1, 2, 3, hopa! Ok, acum e deci. Nu duhet as pik. Nu duhet as pik. Ti e ka për mendor, që që ti hume, shko ullu, merë dhe pjatën atje. Bravo, doj tresi. 1-0, hajde, grupi tjetër, pitu. Ju dy, hajde, hopa, qëpet. Gati, ullu ti shokur si me gjunjë, ashtu? A duhet mbapa? Duhet mbapa? Bravo. Tilo! Po ju pëlqen ujë? Po ju pëlqen ujë? Ne bëja pak. Calma, pá, que vai desaplicar. Ka shikoj tani? Ngriu në të dy. Ke më shumë pika. E shikoj? Ke ka më pak. Që fitove ti! 1-0 për ty. Hullu ma vame. Me e pjatën, me e veti pjatën bajki doja. Të rëbim një tjetër. Hadi ti, me shoku. Gati? Filo! Duat mbapa! Da. Mbaj flokët, ka problem. Sa keni ngrëm për dragni? Keni ngrëm miq? Ka uju pjet uju. Sa keni ngrëm për dragni? Pa fule? Ja. Ma va? Ma va. Në qa pike sobu? Ti që e bërë një fryndi apo e pjetë? Bravo! Ti më duke se ke devu pak. Apo jo? Se ke devu tjetër, baja ke doja të. Me ti? Bravo, ti 1-0 për ty. Ullu. Do më thënë, 1 pik ka goca. 1 pik ka goca, 1 pik ka Tresi. 1-1. 1 pik ka 2, 2-1. 2-1, është i ka artime. Ate, pasat Cindy do ta bësh me një, të zgjedhësh një konkurrent për të duashtë pastaj. E bëjmë bashkë. Upo, bashkëmisht. Ka bëjmë bashkë një garë. Një sekund, duat mbrapa. Brapa! Bravo. Okej. 1, 2, 3, tiro! Çup, çap. Hajde pim uj, fantastik. Hajde pim uj, fantastik. Amore? Ja, që bëndi? Me i tregon me një pranë ujni? Ja bëndi... Bravo, Goca! Mbaroj! Akë pik në ti ke shumë gjithë, ti ke pjefare, ma! Si jo! Bravo! Mbaj ti ke doja të?
Je kampione. Është pifi. Vive kanë gjetur Cili. Hajde Cili. Çike. Çapa, mi. Nuk ka marrë për ty. Nuk më kopa pa. Më hapësh ti po çapim. Hajde bëj bashkë. Ti kujdes aty se është e lagur? Nja. Çu kjo? Pjatë roz për ty? Për çuna një pjatë roz. Agu të mu. Buta gjithë, bëja pak më. E të kom, flasë po të telefon, të kom më marri nga regjia. Ndroni, sigurisht, pa oferta. Ok, në qoftë se ti zili e pi të gjithë ujë, oferta për ty është. Bëjni pak, bum. Oferta për ty është që do ulesh në stolin tënë, do marrësh një pjatë roz. Je dakord? Ok, ti të më faleminderit i një pafshin? Hajde mos ka gjë. Unë pak telefonin. A ti? Oferta fare. Urdhro? Vazhdo fare oferta. S'ka problem. Kemi fonka. Një! Bëni pak duar të kine ju kush do fitoj, unë apo Cindy. Hajde. Ish pëllau kjo! Në dole. Edhe kështu jam e futa me gjim flokët brënda. Cindy është Bravo Kalamaja. Një dua të kine për të gjithë. Unë mbyta unë se më futo me vlokë në kokë.
Dhe ja, pra, ishte një lojë fantastike, po ma të lojë me ujë, unë për që ku më byta fare, se mu bashkuan flokët me rrugën dhe frymarrjes. E ju pse qeshët me mua faktik? Pse qeshët me mua? Pse të për qeshët se më bytet shoku dhe ju duhet qeshni? Po, dhe qesh. Se duhet qeshni? Për qef. Për qef? U vëra? Nuk duhet të qeshet, sepse pastaj kur qeshet, shoku mërzitet. Po. Unë nuk më zita në qik, po ta shikoj ma do të regulloj pak humorin me këtë lojën që të bëjmë. Jeni gati ju të bëjmë një lojë tjetër? Okej. Loja është kështu. Ju, se cili si që shikonive ju që në ndiqni nga ekrani, neve kemi nga një tullumbac në dorë të gjithë, edhe unë kisha një këtu, po se ku më fluroj. Dikush ma ka marrë. Po, e qava, ova. E qava, në që pa. Eve, se cilit nga ju do t'i bëjnë një pyetje. Qofse ju e dini pyetjen, përgjigjuni dhe ju, por mund të qani një tullumbac që mund të keni në shtëpi. Një kur përgjigjesh pyetjes, tullumbacin e tokë, e qanë, edhe pastaj përgjigjet shoku. Okej, e fillojmë pak, duhet të masim kohën një lutem, për sa sekonda do përgjigjet ky grupi këtu. Si e kishit emrin ju, grupi i bukuroshave të bukur? Fantastik. Bukuroshe kishë vetëm, grupi bukuroshave. Grupi bukuroshave. Okej. Grupi bukuroshave. Jeni gati ju grupi bukuroshave? Bukuroshat dhe bukuroshet. Filloj me pyetjet. Në cili muaj ke lindur? Në muajin dhjetor. Jo me të dyja se do rëzohesh. Do të plasë. Ashtu, ha? Bravo, me kujdes. Bravo. Ne kemi sim që ti do të qatë. Bravo, ullu. Sa gjanë e ke mamin? Ha? Ullu, no? Si, mi, Pa, mi, si ke qenë? Më ke gjallë mua? pa. Pa. Ti në qa muaj ke lindu? Ja. Vërtet? Ora, sa ishte ora? A zorën të maman? Si ka emrin daja jot? Nanti. Po gjatë që ka? Adnan? Pa. Qa e konë masë? Qaja ti? Jebe ta ndimoj shokë. Këtë që për ndimoj ki shokë. Ullu ti shpiti? Bravo. Ullu ti, qa. Bravo ti që ke papa fare. Tani erdi radha jote. Më thuaj, sa muaj ka viti? 11. U vëra? 12. Po sa stin ka viti? 4. Qa. Bravo. Të përloj fantastike. Më thuaj. I ke krefur flokët? Pa. Bëj shumë të buka. Pyetja për ty. Shqipëria ka një det apo ka oqean? Se ke emrin ti? Olivia. Qa e Olivia? Po, thuaj. Hik largu nga jeta ime! Bravo! Bravo, Olivia! Ja pra, grupi që ishte bukuroshet, e përfundoi lojën e qarjes së tullumbacave me një pyetje për 2 minuta e 5 sekonda. Tani kalojmë ke grupi tjetër. Grupi i bukurosheve më të bukura dhe bukurosheve të fjetura. Bërshak, më falni, se nuk e mbajta më emrin e grupit si ishte? Festa e tullumbaceve. Okej, festa e tullumbacave. Pyetja për ju është: Tirana ka lum dhe si quhet ai? Se di as fare lumin. Lumi lanës. Lumilanës, qa tullumbacë ti? Hop, bravo. Bravo. Pyetja për ty është: si quhet një mal që ka Tirana? Mali dajti të... Bravo. Qa, shqyqy. Bravo. Më të rëse qave ti. Pyetja për ty është: Dursi çfarë ka? Ka lum, ka liqen apo ka det? Det ka, po. Bravo, ti që ke papa fare. Ti e qave? Pyetja për ty është:
Kush është ushqimi i preferuar i lepurushit? Sallata, karrota apo makaron? Karota. Karrota! Ku shkonte more pa mua? Dhe grupi i bukuroshave. Jo, bukuroshat. Me këqiste këta i ndihmova unë pak. E lëm barazim, e lëm barazim, e lëm barazim, një duar do kite për ju, edhe për ju. Bravo! Ju kam gja. Faleminderit ju.
shumë faleminderit se jeni për sot. Je mirë tani? Shumë mirë. Si ishte t'ishe një profesor? Ishte e vështirë pak? Jo, nuk ishte e vështirë. Kisha pak emocione në fillim, por pastaj u ambientova. Sepse nuk ishte kollaj, se unë isha pak me stres në fillim. Apo jo? Normale, të gjithë janë në stres. Të gjithë janë pak me stres, apo si unë nuk presoj se duhet të ketë edhe nuk ishte shëmbullim një, unë e kuptova gabimin. E kuptova gabimin sepse në fillim flia gjumë si për bankës. I nxita dhe shokët dhe shoqet që të bënin zhurmë, të kërcejnë me mua në shkollë. Kisha marrë me vete një majtofon. To nuk janë shëmbullim mirë. Normale. Edhe gabimi ishte vetëm të dhe të sjellje pak më mirë. Pak më mirë. Edhe ti u bëre pak me nerva në fillim, pastaj ne u bëm të dy shok dhe u pajtuam, apo jo? Po. Sepse kjo është detyra jote si mësues, që ti të sillesh shumë mirë me të gjithë dhe ti ashtu e bëre. Se unë vërtet ato meritoja në ato momente që të dënohesha me një këmbë, ndoshta edhe me të dyja, por pastaj ti si profesor i mirë erdhe më përqafove, edhe më the edhe një shok shumë të mirë që ai më mësoi edhe unë tani po marr nota shumë të mira. Faleminderit shumë profesor. Do ta përshëndesim pak si quhet shkolla? Kongresi Lushjes. Kongresi Lushjes, do ta falenderojmë edhe drejtoreshën që na ndihmoi për të realizuar këtë xhirimin këtu. Po. Si quhet drejtoresha? Zësholta. Bëjmë një dorëvitje të dy për Zësholtën, edhe I themi shumë faleminderit që na ndihmon. Ti u kënaqe sot? Shumë. Ti kush është dëshira jote më e madhe kur të rritesh për shkak çfarë ke dëshirë të bësh? Do të jetë të bëja mjek dhe basketbollist. Mjek dhe basketbollist. Ke dëshirë nga të dyja kush të pëlqen më shumë për momentin? Për momentin më pëlqen basketbolli, sepse basketbolli unë jam dhe në kurs basketbolli dhe për momentin jam pak si jam në vend të dytë. Shumë bukur. Je edhe në kurs anglisht ti? Po, tani do ik në kurs anglisht e jem. Okej. A di ti si ta themi mirupafshim në anglisht? Jo, sa kam hyrë. Sa ke hyrë, a? Mund ta themi si mund ta themi mirupafshim në anglisht? Goodbye. 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 E themi edhe shqip. Mirupafshim Mirupafshim. për të gjithë ju pipipipsa që na ndiqni, edhe ju them shumë faleminderit. Sot ishim me shokun ton, me drejtorin e shkollës. Jo, si ishte drejtori, ishte profesor. Profesor për një ditë si një profesor. Bëm pak zgjurmë unë ishte një metër të vogël, por në rëndësi në fund është ajo që profesori na dha detyrë shtëpia. Të dua mësuesit, prindrit dhe nxënësit. Respekti si fillim në shkollë. Kështu që ju kam shumë xhan, mirupafshim dhe ju dua shumë. Pafshim. Pafshim. Goodbye. Goodbye. Ne në një pjesë tonën, kalamajët dhe dashur, ju në qofse e keni parë, kemi zgjedhur që kemi një pjesë në programin tonë që quhet një ditësi. Dhe ne një ditë ishim si guzhinjer, një ditë ishim si pastruese, një ditë ishim si një parukere, dhe një ditë ishim si parukere, një ditë ishim si kamarier. Edhe sot kemi vendosur që të bëjmë një lojë që të kuptojmë pikërisht këtë profesion, por të zhvendosur këtu. Dhe loja është kjo. E shikoni ju një tavolinë që është e shtruar? Po. Është e shtruar me molesin dhe me gota dhe me çdo gjë tjetër dhe fruta. Atëherë, shikoni edhe atë tavolinën tjetër që është bosh? Po. Okej. Te tavolina që është bosh duhet të vendoset njëri, për shembull Tracy, e merr të gjithë mbulesën edhe gjërat e lop, I shtron te ajo. Kurse tjetri I merr nga ajo, I vendos ke tjetër. E kuptuat? Njëri e vendos ke tavolina që është djathtas, te ajo që është majtas. Pastaj kur mbushet edhe tavolina që është majtas, e ecim nga tavolina që është majtas, e vendosim kjo që është djathtas. Shpresoj ta keni kuptuar. A do bëj ky grupi me mua këtu mbrapa? Mbrapa mi. Çoni në këmbë? Hajde në mbrapa mi. Po ne do bëjmë. Ju do bëni pastaj. Ti? Jemi gati? Ti më që pak më e madhe, besoj se e ke kuptuar. Pastaj pyetje. Një sekond, gati, fillo. Okej. Unë të gjitha një nga një me gadal. E ti do bësh pastaj. Ajo që ta shtrosh Tracy, do ta shtrosh kështu poshtë. Dhe sa më shpejt, se është me kohë. Vetëm ato gjërat që thyen me kujdes, pastaj ti jap pa më. Si është, bravo. Atje shtron aty. Sa ti bën? Është bën bravo. Në këtë rast mësojmë edhe se si të shtron tavolinë. Është pinto. Ti e shtron tavolinë në pintor, ne? Bravo. Çfarë bën ti? Unë të shërpis. Ti je shumë e mirë fare. Ndihmoj mamën. Çfarë bën ti? Ndihmoj. Ndihmon? Po. Bravo. Edhe motën, edhe mamën, edhe gjysmën, edhe... E kemi shumë gjatë.
Bravo Tracy. Okej, edhe një fundit, fundit. Hopa, Tracy, ulo në vend. Shko ti shpirti. Ne merr nga atje, je që ato me kujdes? Bravo. Ja kjo. Shkojmë pak kohë sa po sa zgjat. Okej. Je gati Sebastian? Bravo. Je gati gati? E kam gjatë. Okej. Ju e kuptuat, ha? Ti e kuptuat dhe më mirë. Ma vave. Kam gjatë. Alu veni. Okej. E zbuletën. Bravo. Stërron me kujdes. E kjo. Stërron, bravo. Vetëm sik shpejto. Sik shpejto. Bravo. Sik shpejto. Sik shpejto. Hajde japim sik. Go la 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 la. Bravo. Keve disa. Edhe pak. Edhe dy gota. Edhe dy spezza. Bravo. Vendosi di këto si pas dëshire. Ku të duash? Sa më spejto. Edhe pak. Opa, prima të. Hop. Punë në vend. Hajde Sebastian. Ti shpejto. Se ti je më i madh pak e kupton. Ti që një nga një. Nuk thyen ato me kujdes. Bravo. Okej. Kapi dhe dy nga dy. Para. Kapi dy. Me të dyja duart. Shumë bukur. Se është koha, duhet i kapi më shpejt se ikën koha. Se po e masëm kohën për 7 sekonda. Po se bëmë shpejt, pastaj shpallet grupi fitues. Se është lojë në grup kjo. Bravo. Ashtu. Bravo Sebastian. Shkruan atë. Jeni në fantastik. Bravo. Shumë i mirë. Bravo. Kapi dy nga dy, s'ka problem. Okej. Shumë bravo. Jo. Shtrimi është për pas preferenca. Bravo, ti ka shumë. Je gati ti? Bravo. Shumë. Okej, bravo Sebastian, e vendosi ananasin atje në fund. Edhe 3 top, edhe 3 kanë ngelu. Bravo. Edhe një, shpejto. Ska më dhe. No. Hopa, hajde, ti, shko, iqi. Unë Sebastian në vatë, bravo. Iqi me nga me shpejto, bravo, ti kam dhe. Bravo. Juve, mund të bëni pak një vëzdik për shoqen, se ju dhuni gjume më duke. Foqa jonë, ma e mirë. Foqa jonë, ma e mirë. La. Në pak në gjene. Që të gjene, që të shetë. Pak muletën, ka fillim të muletën. Marë se të duash, ka problem. Fëmija. Hajde. Bravo, edhe pak si pa ikën koha. Sa sekonda jemi, sa minuta? 4 minuta. Shumë. Bravo! Ullu, jo, 1 sekund. E shikojmë sa minuta. Ullu shpiti. 4 minuta e 20 sekonda grupi bukuroshave. Tani, jeni gati ju? Që mos humbim kohë, fillo ti e para. Bravo. E ti e kuptove? Bravo. Kam gjatë. Filloj kohë nga fillimi. Bravo. Ja, që shë që e ka kuptua. E kuptua shumë i lojë. Bravo. Dhe qofë se në shpije bëjmë shtu nga thyen disa pjata. Pjata gotta. Bravo. Tu. E të mbuletën. Put. Bravo. Hajde Denisa, s'ka problem, vetëm mjafton tjera aty sipër. Ullu në vend. Shpejto. Hajde, më baba. Ullu të gjitha me kujdes. Babo, ti je shumë mirë. Të kam singa. Je thë ku i maj mirë. Ti je Sidi, thë ku i maj mirë.
Bravo, merr nga dy. Po, a thu. Bravo. Bravo top. Ka frikë se s'duhet ta nanosi. Ja, s'ka problem. Jo nuk thret, ja, mos skip me rat. Loda. Kjo është, edhe pak, mos e mërzit. Edhe pak, bravo! Hajde. Kopa, ishe kujdesin? Hajde këte. Hajde këte, spito në kujdes. Bravo, hop, stroj këtu. Bravo. Hajde. Bravo. Hajde, soku jonë. Si ka jam i soku? Negitani. Bravo. Bravo, nisu soku. Siga. Me që skuadra juaj ka 5 antar, edhe skuadra e Bukuroshave ka 4 antar, do marrë me njërë treshin, edhe ta llogarisim kohën, do ja shtojmë sekonda që do bëj treshi, do shtojmë asaj që bën më përpara. 4:20, 4:29. Gati? Duhet ta bësh më shpejt se 39 sekunda. Mi, filo! Hajde, fillon me koha. Bravo, duhet më shpejt se 30 sekunda, që të fiton? Duhet më shpejt se 30 sekunda. 3, si! Dhe kështu dhe kjo loja përfundoi barazim që duart do kite për ju të dy grupe. Ishte shumë fantastik. Jam shumë i lumtur.
t'ju tregoj sot. E t'ju them që ju kam shumë gjatë. Edhe ju them që ju kam shumë gjatë. Faleminderit shumë të dashur pipsa, që na ndiqni çdo fundjavë. Që ndani kohën tuaj me ne. Edhe falenderoj edhe prindrit tuaj. Ju kam shumë xhan. Ju i keni xhan pipsat? Po! Me gjithë lemtën me vete? Ju themi, shikohemi një ditë tjetër dhe mirë pafshim nga u pipi. E pipi.